Pasi shpëtoi nga mollët e helmatisura dhe fitoi dashurinë e princit, Borbarda jetoi e lumtur në kështjell. Por një natë të ftohtë dimri, një krisje e çuditshme u dëgjua nga thellësitë e pyllit. Pasqyrës së vjetër magjike ju çan xhami dhe një mallkim i lashtë u shpërnda pa zë. Një ftohtësi e çuditshme mbushi ajrin. Borbarda ndjeu një rrezik që afrohej, por tani ajo nuk ishte vetëm. Princi i saj qëndroi pranë, me shpirt të guximshëm dhe zemër plot dashuri. Së bashku, shkatëruan copën e fundit të magjisë së errët. Koha kaloi dhe paqja lulëzoi. Borbarda solli në jetë një vajzë me flokë si nata dhe sy që ndriçonin si yje. Kur mamuthi, bashful, xhuxhi më i turpshëm, u martua me bukpjeksen e fshatit, u bë një dasmë që nuk do harrohej kurrë. Të 7 xhuxhët vallëzuan rreth zjarrit, ndërsa gëzimi mbushi çdo cep të mbretërisë. Mesazhi i historisë. Dashuria e pastër, guximi dhe mirënjohja mund të mposhtin edhe magjitë më të errëta. Mos harro kurrë ata që të ndihmuan të ringrihesh.